Gjilpëra e tatuazhit shpën lëkurën mira herë në minutë, por historia e vërtetë ndodh brenda trupit tënd. Një tatuazh nuk është thjesht ngjyrë mbi lëkurë, është një proces i vërtet mjekësor që aktivizon menjëherë mekanizmat mbrojtës të trupit. Në momentin që makina e tatuazhit ndizet, gjilpëra fillon të shpëjë lëkurën deri në 3000 herë në minutë. Ajo kalon përmes epidermës, shtresës së jashtme të lëkurës dhe depoziton pigmentin në dermë në shtresën e thellë të lëkurës, ku ndodhen enët e gjakut, nervat dhe qelizat imunitare. Nëse ngjyra vendoset shumë sipër, tatuazhi zbehet shpejt sepse qelizat e epidermës rigjenerohen vazhdimisht. Pra nëse gjilpëra futet shumë thellë, dëmton indin dhe mund të krijojë plagë ose deformime të përhershme në lëkurë. Sapo gjilpëra dëpërton, trupi interpreton këtë si një traumë. Kapilarët zgjerohen, zona skuqet dhe fillon inflamacioni. Trupi çliron substanca kimike për të riparuar dëmtimin, ndërsa sistemi imunitar hyn menjëherë në veprim. Pas pak minutash, qelizat e bardha të gjakut të quajtura magrofag mbërrin në zonë. Detyra e tyre është të hanë çdo substancë të huaj, përfshirë grimcat e ngjyrës, por pigmenti i tatuazhit është shumë i fortë për t'u shpërbërë plotësisht. Magrofagët e gëdhëtisin ngjyrën dhe mbeten të bllokuar në dermë me pigmentin brenda tyre. Pikërisht kjo është arsyeja pse tatuazhi qëndron për vite ose për gjithmonë. Në fakt, tatuazhi është një kombinim mes artit dhe imunologjisë. Çdo vit që shohim mbi lëkurë është rezultati i një betejë biologjike mes ngjyrës dhe sistemit mbrojtës të trupit. Pra herën tjetër kur të sheh një tatuazh, kujto se nën atë art fshihet një proces kompleks mjekësor ku lëkura dëmtohet, sistemi imunitar lufton dhe trupi mëson të jetojë me pigmentin brenda vetes. Gjilpëra e tatuazhit shpën lëkurën mira herë në minutë, por historia e vërtetë ndodh brenda trupit tënd.